Në dhjetorin e vitit 1924, kur forcat e Ahmet Zogut hynë në Tiranë me mbështetjen e ushtrisë jugoslave, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte, dosje të fshehura në zyrën e ish-ministrit të financave, Luiz Gurakuqi, dokumente aq të rrezikshme sa edhe vetë Zogu nuk dinte për to. Brenda atyre mapave me vull qeveritare fshiheshin prova të korrupsionit që mund ta kishin dërguar çdo politikan të kohës në burg për jetë. Por menjëherë pas datës 2 mars 1925, këto dosje zhdukën pa gjurmë. Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin ato dokumente aq sa vdekja e një njeriu u bë çmimi i heshtjes? Në atë mbrëmje të ftohtë marsi, rreth orës 9 pasdite, përpara Hotel Cavour në Bari të Italisë, një burr me kostum të grisur dhe këpucë të konsumuara po ecte drejt hyrjes së hotelit. Ai sapo kishte darkuar me miqt e tij në restorantin Savoia, një darkë modeste, sepse në xhepat e tij kishte vetëm 350 lira italiane, një shumë kaq e vogël sa nuk mjaftonte as për të paguar qiran e dhomës së tij të varfër. Ky burr ishte Luiz Gurakuqi, njeriu që kishte menaxhuar thesarin e një shteti të tërë, hartuesi i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë, intelektuali që kishte refuzuar të pasurohej nga pozicioni i tij. Dhe pikërisht kjo ndershmëri absolute e kishte kthyer në shënjestër. Pas tij, në hijen e një rruge të errët, ecte një tjetër burr, kushëriri i tij i dytë, Baltion Stambolla, me një revole në xhep dhe një letër të papostuar drejtuar Ahmet Zogut, ku kërkonte shpërblimin e premtuar për atë që po bëhej gati të kryente. 3 plumba shpuan natën. Të 3 goditën shpinën e Gurakuqit. Ai ra përpara hyrjes së hotelit, ndërsa gjaku i tij ngjyente trotuarin e barit. Karabinierët italian arritën brenda minutash. Gjetën Baltion Stambollën duke qëndruar aty, me armën ende në dorë, pa bërë asnjë përpjekje për t'u larguar. Arrestimi ishte në flagrancë, një rast aq i qartë sa çdo student i vitit të parë të drejtësisë do ta quante të mbyllur. Por kur policia e kontrolloi trupin e pajet të viktimës, ajo që gjetën i la pa fjalë edhe hetuesit më të ashpër. Një burr që kishte qenë ministër financash i një shteti kishte vdekur me xhepat pothuajse bosh, me rroba të vjetra me arna, pa asnjë pasuri, pa asnjë llogari bankare. Ndërsa në xhepin e vrasit, ose sipas disa burimeve, në dhomën e tij të hotelit, u gjet një letër që do të duhej të kishte dërguar Baltion Stambollën direkt në karrigen elektrike. Letra ishte drejtuar Ceno Bej Kryeziut dhe Ahmet Zogut dhe thoshte me shkronja të qarta: e kreva porosin. Më dërgoni parat dhe ndërhyni të më shpëtoni. Një rrëfim i plot i krimit i shkruar nga dora e vet vrasit. Por kjo letër nuk u lexua kur në gjykatë. Ajo zhduku nga dosja zyrtare sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Dhe kjo ishte vetëm fillimi i një farce ligjore që do të shndërronte drejtësinë italiane në një teatr të errët, ku aktorët kryesor nuk ishin gjyqtarët dhe avokatët, por 2 diktatorë që po luanin shah me jetën e njerëzve. Sepse në të njëjtën kohë që Baltion Stambolla priste në qelinë e tij në Bari, në Rom dhe Tiranë po zhvilloheshin negociata sekrete që do të vendosnin fatin e tij dhe fatin e një kombi të tërë. Ahmet Zogu kishte nevojë për mbështetjen e Benito Mussolinit për të konsoliduar pushtetin e tij të brishtë. Mussolini kishte nevojë për koncesione ekonomike dhe ushtarake në Shqipëri për të realizuar ëndrat e tij imperiale. Dhe mes tyre qëndronte një gjykatë italiane që po bëhej gati të shiste vendimin e saj për çmimin më të lartë që ishte ofruar ndonjëherë, kontrollin mbi një shtet sovran. A mund të blijej drejtësia e një vendi evropian? A mund të lirohej një vrasës i kapur në flagrancë, me armën në dorë, me letrën komprometuese në xhep, vetëm sepse 2 diktatorë kishin nevojë për njëri tjetrin? Dhe nëse po, çfarë çmimi paguan një komb kur sistemi gjyqësor i një shteti të qytetëruar kthehet në monedhë shkëmbimi gjeopolitik? Historia e gjyqit të Barit nuk është thjesht historia e një vrasje politike. Është historia e momentit kur drejtësia vdiq në sallën e gjyqit dhe askush nuk e vuri re, ose askush nuk guxoi ta thoshte me zë të lartë. Në muajt që pasuan vrasjen, ndërsa Baltion Stambolla priste në paraburgim, në zyrat e qeverisë shqiptare në Tiranë po ndodhte diçka e çuditshme. Çatin Saraçi, diplomati më i besueshëm i Ahmet Zogut në atë kohë, një njeri që më vonë do të bëhej armiku i tij më i egër, po udhëtonte vazhdimisht mes Tiranës dhe Romës, duke mbajtur çanta lëkure që askush nuk guxonte t'i kontrollonte në dogan. Brenda atyre çantave, sipas dëshmive të mëvonshme të vet Saraçit, transportoheshin shumë amaramendëse floriri, të destinuara për avokat italian, për zyrtar të drejtësisë, për njerëz që kishin fuqi të ndikojnë në atë që do të ndodhte në sallën e gjyqit të Barit.
Saraçi nuk ishte thjesht një kurier, ai ishte arkitekti i një operacioni që duhej të ishte i padukshëm, i paprekshëm dhe mbi të gjitha i suksesshëm. Në Rom, Benito Mussolini po shikonte këtë situatë me interesin e një lojtari shahu që ka parë një lëvizje të gabuar të kundërshtarit. Luigi Guracucci kishte qenë një antifashist i njohur, mik i opozitës italiane, një zë që denonconte hapur politikat imperialiste të Mussolinit në Ballkan. Vdekja e tij nuk e pikëlloi Ducën, përkundrazi, ajo i hapi një mundësi të ardhë. Sepse tani Ahmet Zogu i detyrohej diçkaje. Tani Zogu kishte nevojë që Italia të mbyllte sytë, të heshë, të fshehë provat dhe në fund të lironte vrasësin. Dhe Mussolini e dinte saktësisht çfarë të kërkonte në këmbim, paktin e parë të Tiranës që do t'i jepte Italisë koncesione masive ekonomike në Shqipëri, të drejta ekskluzive për shfrytëzimin e burimeve natyrore, kontroll mbi infrastrukturën, dhe më e rëndësishmja, një këmbë brenda portave shqiptare që do të shërbente si trampolin për pushtimin eventual të vendit. Ndërkohë, në Bari, Baltion Stambolla po jetonte një jetë paradoksale. Ai ishte në burg, por nuk ishte i izoluar. Merrte vizita të shpeshta nga avokatë të shtrenjtë italian që ai nuk kishte si t'i paguante me mjetet e tij. Merrte ushqim më të mirë se të burgosurit e tjerë. Dhe sipas disa dëshmitarëve, madje ishte lejuar të komunikonte me jashtë nëpërmjet letrave që nuk kalonin nëpër censurën normale të burgut. Kush po paguante për këtë trajtim special? Kush po siguronte që ky burr, i kapur në flagrancë duke vrarë një figurë publike, të mos trajtohej si një kriminal i zakonshëm, por si një mysafir i veçantë i sistemit italian të drejtësisë? Përgjigjja erdhi në formën e një dokumenti që u rrjedh nga Ministria e Jashtme italiane vite më vonë, një shënim i brendshëm që urdhëronte që çështja Guracucci të trajtohet me diskrecion të veçantë, duke pasur parasysh interesat strategjike të Italisë në rajon. Kjo fjalë e koduar ishte gjithçka që duhej. Ajo nuk thoshte hapur lironi vrasin, por çdo zyrtar që e lexonte e kuptonte mesazhin. Kjo çështje nuk ishte më një çështje drejtësie, por një çështje politike. Dhe në politik, e vërteta nuk ka rëndësi, ajo që ka rëndësi është interesi. Por ndërsa makina e korrupsionit po lëvizte në heshtje, në rrugët e Barit po ndodhte diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Qytetarët e thjeshtë të qytetit, të cilët e kishin njohur Luigi Guracuccin si një zotëri të heshtur, të sjellshëm, që ecte çdo ditë nëpër rrugët e tyre me kokën ulur dhe libra nën sqetull, filluan të bëheshin pyetje. Pse ky njeri, që kishte jetuar me aq dinjitet në varfëri, ishte vrarë kaq mizor? Pse vrasësi, i kapur në flagrancë, ende nuk ishte gjykuar? Pse po zvarritej hetimi? Dhe pse shtypi italian, zakonisht aq agresiv me krimet, po ruante një heshtje kaq të çuditshme për këtë rast? Në gazetat e mërgatës shqiptare, sidomos në Liria Kombëtare që botohej në Bruksel, filluan të shfaqeshin artikuj të zjarrt që denonconin atë që po ndodhte. Drejtësia italiane po blihet me floriri shqiptar, shkruante një gazetar i mërgatës. Mussolini dhe Zogu po bëjnë pazar mbi kufomën e një patrioti. Por këto zëra ishin shumë larg, shumë të dobët për t'u dëgjuar në sallat e pushtetit. Dhe ndërkohë, ora po tiktakonte. Çdo ditë që kalonte pa gjyq ishte një ditë fituar për ata që donin që e vërteta të mos dilte kurrë në dritë. A e dinin qytetarët e Barit se qyteti i tyre po bëhej skenë e një prej krimeve më të mëdha kundër drejtësisë në historinë moderne? A e kuptonin se ajo që po ndodhte në heshtje do të vendoste një precedent të rrezikshëm, që drejtësia mund të shitej, që gjykatat mund të bëheshin instrumente të politikës së jashtme, që një njeri i pafajshëm mund të vritej dhe vrasi i tij të ecte i lirë vetëm sepse dy diktatorë kishin nevojë për njëri tjetrin? Historia do të tregonte se ata nuk e dinin. Ose nëse e dinin, nuk kishin fuqi ta ndalonin. Sepse kur pushteti vendos të shkel drejtësinë, qytetarët e thjesht mbeten vetëm me një zgjedhje, të shohin në heshtje ose të bëhen vetë shënjestra të radhës. Në nëntorin e vitit 1927, më shumë se 2 vjet pas vrasjes, gjykata e Barit më në fund hapi dyert për procesin gjyqësor që e gjithë mërgata shqiptare e kishte pritur me frymë të lodhur. Por ajo që ndodhi brenda atyre mureve nuk ishte drejtësi, ishte një shfaqje e orkestruar aq mirë sa edhe aktorët më të mirë të Romës do ta kishin zili. Baltion Stambolla hyri në sallën e gjyqit i shoqëruar nga një ekip avokatësh italian kaq të shtrenjtë sa pagat e tyre vjetore do të mund të ushqenin një fshat të tërë shqiptar për një vit. Këta avokat nuk ishin zgjedhur rastësisht, ata ishin specialistë të çështjeve të ndjeshme politike, njerëz që dinin saktësisht si të lundronin në ujërat e turbullta të një sistemi gjyqësor të korruptuar.
Strategjia e mbrojtjes ishte mashtruese në thjeshtësinë e saj, ata nuk mohuan krimin. Si mund ta mohonin kur Stambolla ishte kapur me armën në dorë, me trupin e Gurakuçit ende të ngrohtë në trotuarin e barit? Jo, ata zgjodhen një rrugë më djallëzore, e kthyen viktimën në fajtor. Sipas avokatëve të mbrojtjes, Luiq Gurakuçi kishte fyer Baltion Stambollën, e kishte kërcënuar, e kishte poshtëruar publikisht. Stambolla, sipas tyre, kishte vepruar në vetëmbrojtje, në mbrojtje të nderit të tij familjar, në një moment pasioni të pakontrollueshëm. Fakti që Gurakuçi ishte qelluar 3 herë pas shpine, një detaj që në çdo gjykatë normale do të shkatëronte çdo pretendim vetëmbrojtjeje, u trajtua si një detaj teknik i parëndësishëm. Prokurori italian, një burr i moshuar me një karrierë të gjatë në sistemin e drejtësisë, duke i çuditshëm i heshtur gjatë gjithë procesit. Pyetjet e tij ishin të buta, pothuajse të ngurta. Ai nuk kërkoi të prezantojë letra komprometuese që ishte gjetur në xhepin e Stambollës, ajo letër që provonte qartë se vrasja ishte e porositur, se kishte një shpërblim të premtuar, se kishte një urdhër nga lart. Kur avokatët e mbrojtjes paraqitën dëshmitar që deklaruan se Gurakuçi kishte qenë një njeri nervoz dhe agresiv, një gënjeshtër kaq e paturpshme sa edhe miqtë e Gurakuçit në sallë nuk mund ta besonin, prokurori nuk kundërshtoi me forcë. Ai thjesht shënoi një protestë formale dhe vazhdoi më tutje. Juria, e përbërë nga qytetarë italian që në teori duhej të ishin të pavarur, dëgjoi me vëmendje fjalimin përfundimtar të mbrojtjes, një monolog dramatik që portretizoi Baltion Stambollën si një viktim të rrethanave, një njeri të nderuar që ishte shtyrë në një akt desperat nga mizoria e Gurakuçit. Kur erdhi radha e prokurorit për fjalimin e tij përfundimtar, ai foli vetëm për 15 minuta, një kohë kaq e shkurtër sa disa nga gazetarët e pranishëm e komentuan si të pazakontë për një rast vrasje. Dhe pastaj, juria u tërhoq për të deliberuar. Ata u kthyen pas vetëm 3 orësh. Vendimi ishte i njëzëshëm, Baltion Stambolla ishte i pafajshëm. Vrasja e Luiq Gurakuçit u cilësua si krim pasioni, një akt i kryer në një moment të përkohshëm të çmenduri, pa paramendim, pa qëllim. Fakti që Stambolla kishte udhëtuar nga Shqipëria në Itali, kishte gjurmuar Gurakuçin për ditë të tëra, kishte pritur momentin e duhur dhe kishte qelluar me saktësi vdekjepruese, të gjitha këto u injoruan. Fakti që ai kishte shkruar një letër duke kërkuar pagesën për porosinë e kryer u harrua. Fakti që viktima ishte një figurë politike e njohur, një kundërshtar i regjimit të Zogut, një njeri që kishte çdo arsye të friksohej për jetën e tij, u konsiderua i parëndësishëm. Kur vendimi u lexua, Baltion Stambolla qeshi. Një të qeshur të shkurtër, nervoz, që disa dëshmitar e përshkruan si të shqetësueshëm. Ai u ngrit nga stoli i të akuzuarve, u përshëndet me avokatët e tij dhe doli nga salla e gjyqit si një njeri i lirë. Jashtë, në rrugët e barit, një turm e vogël kishte mbërridhur, jo për ta festuar, por për ta parë me sytë e tyre këtë farsë. Disa prej tyre ishin shqiptar të mërgatës që kishin ardhur me shpresën e fundit se drejtësia do të bëhej. Kur pan Stambollën duke dalë i lirë, disa prej tyre qanë. Të tjerë thjesht kthyen shpinën dhe u larguan në heshtje. Por historia nuk mbaroi atje. Sepse 11 ditë pas lirimit të Stambollës, më datë 22 nëntor 1927, në Tiranë u nënshkrua Pakti i dytë i Tiranës, një marrëveshje që e ktheu Shqipërinë praktikisht në një protektorat italian. Ahmet Zogu i dha Mussolinit të drejtën të vendoste këshilltar ushtarak italian në ushtrinë shqiptare, të kontrollonte portet, të shfrytëzonte minierat dhe të ndërtonte infrastrukturë që do të shërbente për qëllimet e ardhshme të pushtimit. Në këmbim, Mussolini i garantoi Zogut mbrojtje ndaj çdo kërcënimi të brendshëm ose të jashtëm, një mbrojtje që përfshinte edhe heshtjen e drejtësisë italiane për krimet e regjimit të tij. Sinkronizimi i datave nuk ishte rastësi. Lirimi i Stambollës dhe nënshkrimi i paktit ishin dy anët e së njëjtës monedhe. Drejtësia italiane ishte shitur, jo përpara, por për pushtet. Një gjykatë evropiane kishte vendosur që jeta e një njeriu të pafajshëm vlente më pak se koncesionet ekonomike në një vend të vogël ballkanik. Dhe ky precedent do të përsëritej përsëri në dekadat të ardhshme, sa herë që interesat gjeopolitike do të përplasen me parimet e drejtësisë. Por çfarë ndodhi me Baltion Stambollën, burrin që u lirua nga një krim që e gjithë bota e dinte se e kishte kryer? Ai nuk pati një jetë të lumtur. Regjimi i Zogut, pasi e përdori për qëllimet e veta, e braktisi. Ai u kthye në një hije, duke u endur nëpër qytetet e Evropës, i përbuzur edhe nga ata që e kishin dërguar të vriste. Sipas disa burimeve, ai vdiq në mjerim në vitet 40, i harruar nga të gjithë.
Sipas të tjerëve, ai u vra në rrethana të paqarta, ndoshta nga agent të regjimit që donin të hiqnin qafe një dëshmitar të bezdishëm. Por pavarësisht se si përfundoi, një gjë ishte e qartë, ai kishte qenë vetëm një mjet, një pion në një lojë që e tejkalonte. Dhe kur mjeti nuk nevojitet më, ai hidhet. A mund të kishte ndodhur ndryshe? A mund të kishte gjykata e Barit të vendoste sipas ligjit dhe jo sipas urdhrave politik? A mund të kishte Mussolini të thoshte jo ndaj korrupsionit të sistemit të tij gjyqësor? Pyetjet mbeten të hapura, por përgjigjja që historia na jep është e hidhur. Kur dy diktatorë bien dakord, drejtësia është viktima e parë. Dhe kur drejtësia vdes, askush nuk është i sigurt, as të fuqishmit, as të dobëtit, as të pafajshmit. Sepse nëse një gjykat mund të blihet për një pakt politik, atëherë çdo gjykat mund të blihet. Dhe nëse një vrasës mund të lirohet sepse vrasja e tij ishte e dobishme për pushtetin, atëherë çdo krim mund të mbetet i pandëshkuar. Kjo është trashëgimia e gjyqit të Barit, jo vetëm historia e një vrasje, por historia e momentit kur drejtësia u kthye në mall të shitur në tregë. Në muajt që pasuan lirimin e Baltion Stambollës, në shtëpinë e vogël të Luiq Gurakuqit në Shkodër, një shtëpi që tani ishte bërë muze i dhimbjes, gruaja e tij, Olga, gjeti diçka që policia italiane nuk kishte kërkuar kurrë. Ishte një ditar i fshehur, i mbajtur në një gjuhë të koduar që vetëm ata të afërmit e familjes mund ta kuptonin. Brenda atyre faqeve me shkrim dore, Gurakuqi kishte shënuar emra, data, takime sekrete që ai kishte pasur me figura të ndryshme politike, disa prej tyre zyrtar të lartë të regjimit të Zogut që pretenduan publikisht se nuk e njihnin. Por më trondit se ishte shënimi i fundit, i datës 28 shkurt 1925, vetëm 2 ditë para vrasjes. Atje, Gurakuqi kishte shkruar, Baltioni erdhi sot. Më kërkoi para. I dhash gjithçka që kisha. Ai qau. Tha se po e ndiqnin. Nuk i besova. Tani po filloj të dyshoj se ai nuk erdhi për ndihmë, erdhi për të parë nëse isha vetëm. Ky shënim nuk u bë kurrë pjesë e asnjë hetimi zyrtar. Familja e Gurakuqit e dorëzoi në ambasadën italiane në Tiranë duke kërkuar rihapjen e çështjes. Por letra e tyre u kthye pas 3 muajsh me një përgjigje standarde, çështja është mbyllur me vendim përfundimtar të gjykatës. Nuk ka bazë ligjore për rishqyrtim. Olga Gurakuqi, një grua që kishte jetuar gjithë jetën në hijen e burrit të saj, tani duhej të jetonte me një të vërtetë që askush nuk donte ta dëgjonte, se burri i saj ishte vrarë nga një njeri që ai kishte ushqyer, që ai kishte ndihmuar, që ai kishte besuar. Dhe se ky njeri tani ecte i lirë, ndërsa ajo mblidhte copat e një jete të shkatëruar. Por Olga nuk ishte e vetmja që mbante një bark të tillë. Në Tiranë, në një vilë të mbrojtur nga rojet e armatosur, Çatin Saraçi, njeriu që kishte transportuar florint për të blerë gjykatën italiane, po fillonte të kuptonte se ai vetë ishte bërë një dëshmitar i rrezikshëm. Ahmet Zogu nuk i besonte askujt që dinte shumë. Dhe Saraçi dinte gjithçka, sa para ishin paguar, cilët zyrtarë italian ishin korruptuar, cilat takime sekrete kishin ndodhur mes Tiranës dhe Romës. Ai filloi të vërente se rojet e tij po ndryshonin shpesh, një shenjë e qartë se Zogu po vendoste njerëz besnik rreth tij, jo për ta mbrojtur, por për ta mbikëqyrur. Çdo telefonat e tij po përgjohej. Çdo letër që dërgonte po lexohej para se të arrinte në destinacion. Ai ishte bërë një i burgosur në shtëpinë e tij. Një natë, në fund të vitit 1928, Saraçi thiri një mik të vjetër, një gazetar të Mërgatës që jetonte në Vjenë. Biseda ishte e shkurtër, e koduar, por mesazhi ishte i qartë, nëse diçka më ndodh, dije se nuk do të jetë aksident. Dhe dije se e gjithë e vërteta është shkruar. Është fshehur në një vend që vetëm ti e di. 3 muaj më vonë, Çatin Saraçi u largua nga Shqipëria në mënyrë të fshehtë, duke lënë pas gjithçka, pasurinë, pozicionin, familjen. Ai dinte se nëse qëndronte, do të përfundonte si Gurakuqi, një trup i ftohtë në një rrugë të huaj, me një vrasës që nuk do të dënohej kurrë. Por ndërsa Saraçi arriti të shpëtonte, të tjerë nuk patën të njëjtën fat. Ceno Bej Kryeziu, njeriu që sipas shumë burimeve kishte dhënë urdhrin direkt për vrasjen e Gurakuqit, u gjet i vdekur në Prag në vitin 1929, zyrtarisht nga një sulm në zemër, por askush që e njihte nuk e besoi këtë version. Trupi i tij u kthye në Shqipëri dhe u varros me nderime shtetërore, ndërsa Ahmet Zogu mbajti një fjalim të gjatë për shërbimin e tij të palodhur ndaj kombit.
Por ata që ishin në dhomën e brendshme të pushtetit e dinin të vërtetën, Ceno Bej kryesiu dinte shumë, dhe njerëzit që din shumë nuk jetojnë gjatë në regjime të tilla. A e dinte Gurakuqi se vdekja po afrohej? A e kuptoi ai, në ato ditë të fundit në Bari, se kushëriri i tij nuk kishte ardhur për ndihmë, por për ta vrarë? Shënimet e tij në ditar tregojnë se ai kishte dyshime, por nuk donte t'i besonte. Sepse si mund të besosh se dikush nga gjaku yt, dikush që ke ndihmuar, dikush që ke ushqyer kur ishte i uritur, mund të kthehet dhe të vrasë përpara? Kjo është tragjedia më e madhe e historisë së Gurakuqit, jo se u vra, por se u vra nga dikush që ai refuzoi ta shihte si armik deri në momentin e fundit. Dhe kjo është mësimi që historia na jep, besimi mund të jetë virtyti më i lartë i njeriut, por në duart e gabura, ai bëhet arma më vdekjeprurse. Në vitet që pasuan gjyqin e Barit, Italia fashiste e Benito Mussolinit vazhdoi të thellonte kthajt e saj në Shqipëri. Pakti i dytë i Tiranës nuk ishte thjesht një marrëveshje ekonomike, ishte një akt kapitullimi. Ahmet Zogu, që kishte ardhur në pushtet me premtimin se do ta mbante Shqipërinë të pavarur, tani po e shndërronte atë në një koloni de facto italiane. Këshilltarë ushtarak italian mbërritën në Tiranë dhe filluan të riorganizonin ushtrinë shqiptare sipas modelit fashist. Kompanitë italiane morën koncesione ekskluzive për shfrytëzimin e naftës, të kromit, të pyjeve. Portet shqiptare u kthyen në baza logjistike për flotën italiane. Dhe gjithë kjo ndodhi me bekimin e një njeriu që dikur kishte luftuar për pavarësi. Por çmimi më i madh nuk ishte ekonomik, ishte moral. Lirimi i Baltion Stambollës kishte dërguar një mesazh të qartë për çdo shqiptar që guxonte të kundërshtonte regjimin: ju mund të vriteni kudo, edhe në zemër të Evropës, dhe vrasësi juaj nuk do të dënohet nëse kjo shërben interesave të pushtetit. Ky mesazh krijoi një klim frike që e mbuloi Shqipërinë si një mjegull e trashë. Intelektualët pushuan së foluri i hapur. Gazetarët filluan të autocensuronin shkrimet e tyre. Dhe ata që ende guxonin të flisnin, si Bajram Curi, si Hasan Prishtina, u vran një nga një në vende të ndryshme të Evropës, nga vrasës që nuk u gjetën kurrë. Në Bari, jeta vazhdoi sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Hotel Kavor, vendi ku Gurakuqi kishte rënë i përgjakur, vazhdoi të priste mysafir. Restoranti Savoia, ku ai kishte ngrënë darkën e fundit, vazhdoi të shërbente klientë. Rruga ku gjaku i tij kishte ngjyrosur trotuarin u la dhe u pastrua, dhe brenda pak muajsh askush nuk mund të tregonte më se ku saktësisht kishte ndodhur vrasja. Por kishte njerëz që nuk harruan. Komuniteti i vogël shqiptar në Bari, shumë prej të cilëve ishin refugjat politik që kishin ikur nga regjimi i Zogut, filluan një ritual të heshtur. Çdo vit, më datë 2 mars, ata mblidheshin në atë rrugë dhe vendosnin lule në vendin ku Gurakuqi kishte vdekur. Nuk bënin ceremoni. Nuk mbanin fjalime. Thjesht vinin, linin lule dhe largoheshin në heshtje. Ky ritual vazhdoi për dekada, edhe gjatë luftës së dytë botërore, edhe gjatë diktaturës komuniste në Shqipëri, edhe kur shumica e atyre që e kishin njohur Gurakuqin personalisht kishin vdekur. Por ndërsa në Bari kujtimi i Gurakuqit mbahej gjallë nga njerëz të thjeshtë, në Tiranë emri i tij u fshi nga historia zyrtare. Librat shkollor nuk e përmendnin. Monumentet nuk i ngriteshin. Rrugët nuk emërtoheshin me emrin e tij. Ahmet Zogu, që në vitin 1928 u shpall mbreti i Shqipërisë, donte që brezi i ri të riste pa ditur asgjë për njerëzit që ai kishte vrarë për të arritur në fron. Dhe për një kohë, strategjia e tij funksionoi. Por historia ka një mënyrë të çuditshme për t'u rikthyer. Sepse edhe pse regjimi i Zogut arriti të fshinte emrin e Gurakuqit nga librat, ai nuk arriti ta fshinte nga kujtesa e atyre që e kishin njohur, nga letrat që ai kishte shkruar, nga diaret që familja e tij kishte ruajtur me kujdes. Në vitin 1948, kur regjimi komunist erdhi në pushtet në Shqipëri, një nga aktet e para ishte hapja e arkivave të regjimit të Zogut. Atje, hetuesit komunistë gjetën dosje të tëra që dokumentonin krimet e regjimit, përfshirë korrespondencën sekrete mes Tiranës dhe Romës lidhur me gjyqin e Barit. Këto dokumente provonin përtej çdo dyshimi se lirimi i Stambollës kishte qenë një marrëveshje politike, se drejtësia italiane ishte blerë, se Mussolini dhe Zogu kishin bërë pazar mbi kufomën e Gurakuqit. Por edhe regjimi komunist, që pretendonte se po zbulonte të vërtetën, nuk i publikoi kurrë këto dokumente plotësisht. Sepse edhe ata kishin interesat e tyre, ata donin të përdornin historinë e Gurakuqit si propagandë kundër regjimit monarkist Borgjes, por nuk donin që publiku të shihte se sa lehtë mund të korruptohej drejtësia kur politika ndërhynte.
Kështu, e vërteta e plot për vrasjen e Luiq Gurakuqit dhe gjyqin e Barit mbeti e varrosur për dekada, jo sepse nuk kishte prova, por sepse çdo regjim që erdhi në pushtet gjeti arsye për ta mbajtur atë të fshehtë. Deri në vitet 90, kur arkivat filluan të hapeshin ngadalë dhe historianët filluan të rivendosnin copat e këtij puzle tragjik. Ajo që ata zbuluan ishte një histori që të i kalonte çdo imagjinat, një histori për dy diktatorë që bën pazar me jetën e njerëzve, për një gjykatë që u shit për koncesione ekonomike, për një vrasës që u lirua sepse krimi i tij ishte i dobishëm për pushtetin. Por pyetja që mbetet është kjo: a mësoi bota diçka nga kjo histori? A ndryshoi diçka pas zbulimit të së vërtetës? Apo historia e gjyqit të Barit mbeti thjesht një shënim në librat e historisë, një tregim i trisht që lexohet dhe harrohet? Përgjigjja është e dhimbshme: jo, bota nuk mësoi. Sepse edhe sot, në shekullin e 21, ka gjykata që blihen, ka drejtësi që shitet, ka vrasës që lirohen sepse krimi i tyre shërben interesa më të mëdha. Emrat ndryshojnë, vendet ndryshojnë, por skema mbetet e njëjtë. Dhe derisa njerëzit nuk ngrihen dhe thonë mjaft, kjo do të vazhdojë të përsëritet, përsëri e përsëri, në një cikël të pafund të padrejtësisë. Në dimrin e vitit 1939, kur trupat italiane të Mussolinit pushtuan Shqipërinë dhe Ahmet Zogu iku në mërgim me thesarin e shtetit, shumë shqiptarë menduan se më në fund do të vinte drejtësia për krimet e regjimit të tij. Por ajo që erdhi ishte diçka edhe më e keqe, një pushtim i plot, një aneksim brutal, një shkatërim sistematik i çdo gjëje që Shqipëria kishte ndërtuar si shtet i pavarur. Dhe ndërsa trupat italiane marshonin nëpër rrugët e Tiranës, disa nga veteranët e vjetër të regjimit të Zogut, ata që kishin qenë pjesë e makinës së krimit, filluan të flisnin. Jo sepse ishin penduar, por sepse tani nuk kishin më çfarë të humbnin. Një prej tyre ishte një ish oficer i policisë sekrete, që në vitin 1941 dha një intervistë për një gazetë italiane antifashiste që botohej në Zvicër. Në atë intervistë, ai rrëfeu detaje tronditëse për mënyrën se si ishte organizuar vrasja e Gurakuqit. Sipas tij, Baltion Stambolla nuk kishte qenë zgjedhja e parë, kishte pasur të paktën 2 tentativa të mëparshme për ta vrarë Gurakuqin, të dyja të dështuara. Stambolla u zgjodh pikërisht sepse ishte kushëri i Gurakuqit dhe mund t'i afrohej pa ngritur dyshime. Ai u trajnua për javë të tëra, jo vetëm si të qëllonte, por si të sillej pas krimit, çfarë të thoshte nëse arrestohej, si të mbrohej në gjyq. Dhe më e rëndësishmja, atij ju premtua se nuk do të dënohej kurrë, sepse Italia do të kujdesej për gjithçka. Kur gazetari e pyeti se si mund të ishte kaq i sigurt për këtë premtim, ish oficeri tha diçka që e ngrinte gjakun, sepse marrëveshja me Mussolinin ishte bërë muaj para vrasjes. Zogu i kishte ofruar Mussolinit koncesione që ai kishte kërkuar për vite. Dhe në këmbim, Mussolini kishte rënë dakord të mbyllte syt për çdo gjë që do të ndodhte me kundërshtarët politik të Zogut në tokë italiane. Gurakuqi nuk ishte i pari. Dhe nuk do të ishte i fundit. Ky rrëfim nuk u besua nga shumë njerëz në atë kohë, duke i shumë i tmerrshëm për të qenë i vërtetë. Por kur arkivat italiane filluan të hapeshin në vitet 50 dhe 60, u gjetën dokumente që e konfirmonin atë që ish oficeri kishte thënë. Kishte korrespondencë mes Ministrisë së Jashtme italiane dhe ambasadës italiane në Tiranë, ku diskutohej nevoja për të trajtuar me diskrecion çështjet e refugjatëve politik shqiptar në Itali. Kishte shënime të brendshme ku zyrtarë italianë shprehnin shqetësim se nëse çështja Gurakuqi trajtohet me ashpërsi, mund të dëmtojë marrëdhëniet tona me qeverinë shqiptare. Dhe kishte, më tronditse, një raport nga shërbimi sekret italian që rekomandonte që gjykata e Barit të udhëzohet të marrë parasysh interesat strategjike të Italisë në rajon kur të vendos për fatin e të akuzuarit Stambolla. Këto dokumente nuk linin vend për dyshim, gjyqi i Barit nuk kishte qenë një dështim i drejtësisë, kishte qenë një akt i qëllimshëm i korrupsionit institucional, i urdhëruar nga nivelet më të larta të pushtetit italian. Dhe ky korrupsion nuk ishte bërë për para, por për diçka edhe më të vlefshme, për pushtet gjeopolitik, për kontroll mbi një vend strategjik, për mundësinë që një ditë Italia të mund ta pushtonte Shqipërinë pa rezistencë. Çdo gjë që ndodhi pas vitit 1927, paktet e Tiranës, rritja e ndikimit italian dhe më në fund pushtimi i vitit 1939, ishin pasoja direkte të asaj marrëveshjeje të errët që filloi me vrasjen e një njeriu të pambrojtur në një rrugë të Barit. Por ndërsa historianët zbulon të vërtetën, familja e Gurakuqit vazhdonte të jetonte me dhimbjen e një humbje që nuk shërohej kurrë.
Olga Gurakuqi, gruaja e tij, vdiq në vitin 1953 pa parë kur drejtësi për burrin e saj. Fëmijët e tyre u rritën duke ditur se babai i tyre ishte vrarë nga një tradhtar dhe se tradhtari kishte ecur i lirë. Dhe kjo dhimbje u transmetua nga brezi në brez, nipërit dhe mbesat e Gurakuqit, shumë prej të cilëve jetojnë sot, ende mbajnë atë barë. Ata nuk kërkojnë hakmarrje, vrasësi ka vdekur prej kohësh, dhe ata që e urdhëruan krimin janë zhdukur nga historia. Por ata kërkojnë diçka më të thjeshtë dhe më të vështirë, njohjen zyrtare të së vërtetës. Deri sot, as qeveria italiane, as ajo shqiptare nuk kanë kërkuar falje zyrtarisht për atë që ndodhi në Bari. Nuk ka pasur asnjë ceremoni përkujtimore, asnjë monument, asnjë akt simbolik që të thotë, ne e pranojmë se drejtësia dështoi dhe ne jemi të penduar. Dhe kjo heshtje zyrtare është ndoshta tragjedia më e madhe e kësaj historie, jo se njerëzit nuk e dinë të vërtetën, por se ata që kanë pushtetin zgjedhin të mos e njohin atë. Sepse të njohësh se një gjykat u korruptua për qëllime politike do të thotë të pranosh se e njëjta gjë mund të ndodhë përsëri. Dhe asnjë qeveri nuk do ta pranojë këtë vullnetarisht. A ka shpresë që një ditë drejtësia do të bëhet, edhe simbolikisht, për Luigi Gurakuqin? A do të vijë një kohë kur Italia dhe Shqipëria do të hapen arkivat e tyre plotësisht, do të publikojnë të gjitha dokumentet, do të kërkojnë falje për atë që ndodhi? Apo kjo histori do të mbetet përgjithmonë një plagë e hapur, një drejtësi e mohuar, një krim i kryer nga shtetet dhe i mbrojtur nga heshtja? Përgjigjja varet nga ne, nga ata që lexojnë këtë histori, nga ata që refuzojnë ta harrojnë, nga ata që kërkojnë që e vërteta të dalë në dritë, pavarësisht sa e dhimbshme ose e papërshtatshme mund të jetë për pushtetin. Sepse nëse ne heshtim, atëherë historia do të përsëritet. Dhe nëse historia përsëritet, atëherë vdekja e Luigi Gurakuqit do të ketë që ne kot, jo vetëm një tragjedi personale, por një dështim kolektiv i njerëzimit për të mësuar nga gabimet e së kaluarës. Në arkivin shtetëror italian në Rom, në një dhomë të mbyllur që hapet vetëm me leje të veçantë, ruhen dosje me vulë të kuqe që mbajnë kodin riservato speciale të rezervuara speciale. Brenda njërës prej tyre, me numrin 437, gjendet një dokument që nuk duhej të ekzistonte, një raport mjekësor i detajuar për Ahmet Zogun, i shkruar nga mjeku personal italian që qeveria e Mussolinit ja kishte caktuar në vitin 1928. Ky raport nuk ishte për sëmundje të zakonshme. Ai përshkruante një njeri që po shkatërrohej nga brenda, nga paranoja, nga pagjumësia kronike, nga dhimbjet e vazhdueshme stomaku që asnjë ilaç nuk i lehtësonte. Por më trondit se ishte lista e barnave që mjeku kishte ordinuar, sedativ të fuqishëm, narkotik për dhimbje dhe diçka që në atë kohë quhej trajtim për gjendje nervore të avancuar. Ahmet Zogu, njeriu që kishte vrarë për të arritur në pushtet, tani po vritej nga vetë pushteti që kishte fituar. Raporti mjekësor shënonte se Zogu kishte filluar të shfaqte simptoma të rënda nervore që nga viti 1925, pikërisht viti kur Gurakuqi u vra. Ai nuk flinte më shumë se 3 orë në natë. Kishte filluar të shite hije në çdo cep. Nuk hante ushqim që nuk e kishte provuar dikush tjetër para tij. Dhe më e çuditshme, ai kishte kërkuar që dhoma e tij të mos kishte asnjë pasqyrë, sepse, sipas mjekut, pacienti shpreh frikë iracionale nga reflektimi i tij. Çfarë shihte Zogu kur shikonte veten në pasqyrë? A shihnin sytë e tij fytyrat e atyre që kishte vrarë? A dëgjonte zërat e tyre në heshtjen e natës? Por ky raport mjekësor nuk ishte i vetmi dokument që zhduku nga dosjet zyrtare. Në të njëjtin arkiv, hetuesit modern kanë gjetur prova se 163 faqe të dosjeve lidhur me gjyqin e Barit janë hequr qëllimisht, jo humbur, por hequr me vendim administrativ. Në vendin e tyre mbetet vetëm një shënim i shkurtër, hequr me urdhër të Ministrisë së Brendshme, datë 10 dhjetor 1928. Arsye, sigurinë kombëtare. Por çfarë sigurie kombëtare kërcënohej nga dokumentet e një gjyqi që tashmë kishte përfunduar? Përgjigja është e thjeshtë dhe e tmerrshme. Ato faqe përmbanin emra të zyrtarëve italian që ishin paguar, emra të gjyqtarëve që kishin pranuar rishfet, emra të politikanëve që kishin ndërmjetësuar marrëveshjen. Dhe këta njerëz në vitin 1928 ende ishin në pushtet, ende kishin ndikim, ende mund të dëmtonin reputacionin e shtetit italian nëse e vërteta dilte plotësisht në dritë. Kush urdhëroi shkatërimin e këtyre dokumenteve? Emri që shfaqet në shënimin administrativ është ai një nën sekretari të Ministrisë së Brendshme, një njeri i panjohur për publikun, por shumë i njohur në rrethet e brendshme të pushtetit.
Ky njeri, sipas burimeve që dolën vite më vonë, kishte qenë një nga ndërmjetësit kryesor mes Romës dhe Tiranës gjatë negociatave për paktet e Tiranës. Ai kishte qenë në dhomë kur ishin diskutuar detajet e trajtimit të çështjes Gurakuqi. Ai dinte gjithçka. Dhe pikërisht për këtë arsye, ai duhej të sigurohej që asgjë e shkruar nuk do të mbetej për ta inkriminuar. Kështu që 163 faqe u dogjën, jo në një zjarr aksidental, por në një akt të qëllimshëm të fshirjes së historisë. Por historia ka një mënyrë të çuditshme për t'i mbijetuar përpjekjeve për ta shkatëruar. Sepse ndërsa dokumentet zyrtare u dogjën, kopje të tyre kishin mbetur në vende të papritura. Një sekretar i gjykatës së Barit, një njeri i thjeshtë që kishte punuar në arkivat e gjyqit për 30 vjet, kishte bërë kopje personale të disa prej dokumenteve më të ndjeshme, jo për t'i shitur, jo për t'i publikuar, por thjesht sepse ai ndjente se diçka e keqe po ndodhte dhe donte të kishte provë. Kur ai vdiq në vitin 1962, familja e tij gjeti këto kopje të fshehura në një kuti metalike në bodrumin e shtëpisë së tij. Dhe brenda atyre kopjeve ishte një dokument që ndryshoi gjithçka që historianët mendonin se dinin për gjyqin e Barit, një letër e shkruar nga vetë prokurori italian dërguar te eprorët e tij në Rom, ku ai ankohej se po detyrohej të zbuste akuzën kundër të akuzuarit Stambolla për arsye që nuk kanë të bëjnë me drejtësinë, por me politikën. Kjo letër ishte prova e duhanit, prova që prokurori vetë e dinte se po kryente një farsë, por nuk kishte zgjedhje. Ai po ndiqte urdhra nga lart. Dhe këto urdhra nuk vinin nga gjykata, por nga Ministria e Jashtme, nga zyra e vet Mussolini. Drejtësia italiane nuk kishte dështuar, ajo ishte sekuestruar, ishte bler, ishte kthyer në një mjet të politikës së jashtme. Dhe çdo njeri që ishte pjesë e atij sistemi e dinte këtë, por askush nuk guxonte ta thoshte me zë të lartë, sepse të thuash të vërtetën do të thoshte të humbje karrierën, ndoshta edhe jetën. A mund të kishte prokurori italian të refuzonte? A mund të kishte ai të thoshte jo dhe të kërkonte drejtësi të vërtet për Gurakuqin? Teorikisht, po. Por në praktik, ai do të ishte larguar nga puna brenda një jave, do të ishte zëvendësuar nga dikush më i bindur, dhe çështja do të kishte vazhduar në të njëjtën rrugë. Sepse kur një shtet vendos të korruptojë drejtësinë, individët që punojnë brenda atij sistemi kanë vetëm dy zgjedhje, të binden ose të largohen. Dhe shumica zgjedhin të binden, sepse kanë familje për të ushqyer, karriera për të mbrojtur, jetë për të jetuar. Kjo është tragjedia e korrupsionit institucional, ai nuk kërkon njerëz të këqij, ai thjesht kërkon njerëz normal që zgjedhin heshtjen mbi guximin. Në vitet e fundit të jetës së tij, Ahmet Zogu, që tani quhej mbreti Zog i parë, kishte filluar të dukej si një hije e njeriut që kishte qenë dikur. Fotografitë zyrtare të viteve 30 tregojnë një transformim të tmerrshëm, një njeri që në vitin 1924 dukej i fortë, i vendosur, plot energji, tani në vitin 1938 dukej i thyrë, i rrudhos, me sy të thelluar dhe fytyrë të verdhë. Flokët e tij kishin thinjur plotësisht, jo nga mosha, sepse ai ishte vetëm 43 vjeç, por nga stresi i vazhdueshëm i jetesës me frikën se çdo ditë mund të ishte e fundit. Ai kishte shtuar peshë në mënyrë të panatyrshme, sepse nuk lëvizte më, kalonte ditët e tij të mbyllur në dhoma të blinduara, i rrethuar nga roje, duke refuzuar të dalë në publik pa një eskortë ushtarake. Mjekët e tij italian kishin rekomanduar që ai të pushonte, të largohej nga Shqipëria për një kohë, të merrte trajtim në një klinikë zvicerane. Por Zogu e dinte se nëse largohej, nuk do të kthehej kurrë, jo sepse dikush do ta pengonte, por sepse regjimi i tij ishte ndërtuar mbi frikën dhe praninë e tij fizike. Nëse ai largohej edhe për një muaj, rivalët e tij do të lëviznin, aleatët e tij do të ktheheshin, dhe kur ai do të kthehej, do të gjente një vend që nuk e njihte më si mbredh. Kështu që ai qëndroi duke u konsumuar ngadalë, duke u kthyer në një i burgosur i pallatit të tij. Por çfarë e hante nga brenda? Çfarë e mbante zgjuar natën? Sipas dëshmive të shërbëtorëve që punonin në pallat, dëshmi që u mblodhen vite më vonë nga historian, Zogu kishte filluar të flasë vetëm në gjumë. Ai bërtiste emra, Gurakuqi, Prishtina, Curi, emrat e njerëzve që kishte vrarë ose urdhëruar të vriteshin. Një shërbëtor rrëfeu se një natë, Zogu u zgjua duke u lëritur, ai më shikon. Ai më shikon nga pasqyra. Kur rojet hynë në dhomë, e gjetën të ulur në krevat, të djersitun, duke treguar një pasqyrë që ai vetë kishte urdhëruar të hiqej vite më parë. Nuk kishte pasqyrë atje. Por Zogu e shite. Ai e shite fytyrën e Gurakuqit të përgjakur duke e akuzuar në heshtje. Kjo nuk ishte çmenduri, ishte diçka më e thellë.
Ishte ndërgjegja që po e gërente nga brenda, ndërgjegja që asnjë pushtet, asnjë pasuri, asnjë titull nuk mund ta heshte. Sepse Zogu e dinte se ai nuk ishte thjesht një njeri që kishte vrarë armiqtë e tij politik, ai ishte një njeri që kishte shitur shpirtin e kombit të tij për të mbrojtur veten. Ai kishte lejuar që Italia të bëhej zotëruese e Shqipërisë, kishte lejuar që drejtësia të korruptohej, kishte lejuar që vrasës të ecnin të lirë, vetëm që ai të mund të qëndronte në fron. Dhe tani, ndërsa Italia po përgatitej ta pushtonte Shqipërinë, diçka që ai e dinte se po vinte, por nuk kishte fuqi ta ndalonte, ai po kuptonte se gjithçka që kishte bërë kishte qenë e kollë. Në shkurt të vitit 1939, kur raportet e inteligjencës konfirmuan se trupat italiane po mblidheshin në portet e Puglias, gati për të lundruar drejt Shqipërisë, Zogu thiri një mbledhje të fundit me ministrat e tij. Sipas shënimeve të njërit prej tyre, Zogu nuk foli shumë. Ai thjesht tha, ne e dinim se kjo do të vinte. Ne e shinim. Por zgjodhëm të mos e shihnim, sepse të shihet do të thoshte të pranohej se kemi humbur që në fillim. Pastaj ai u ngrit dhe doli nga dhoma, duke lënë ministrat të shqetësuar dhe të heshtur. 3 javë më vonë, më datë 7 prill 1939, trupat italiane zbarkuan në Durrës. Rezistenca shqiptare zgjati vetëm disa orë, jo sepse ushtria shqiptare ishte e dobët, por sepse ajo ishte e organizuar, e trajnuar dhe e komanduar nga këshilltarë italian që tani kishin marrë urdhër të mos luftonin. Zogu iku nga Tirana me një kolon makinash të mbushura me ari, thesari i shtetit që ai kishte vjedhur në minutat e fundit. Ai kaloi kufirin grek, pastaj shkoi në Turqi, pastaj në Egjipt dhe më në fund u vendos në Londër, ku do të jetonte në mërgim për pjesën tjetër të jetës së tij. Por edhe atje, në siguri, ai nuk gjeti paqe. Sepse çdo natë, sipas atyre që e vizituan, ai ende shite pasqyra që nuk ekzistonin, ende dëgjonte zëra që askush tjetër nuk i dëgjonte, ende bërtiste emra në gjumë. A e meriton një njeri të vuajë kështu për krimet që ka kryer? A është vuajtja psikologjike një formë drejtësie, kur drejtësia ligjore ka dështuar? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por një gjë është e qartë, Ahmet Zogu jetoi dhe vdiq duke ditur se ai kishte shkatëruar jo vetëm jetën e njerëzve që kishte vrarë, por edhe shpirtin e kombit që pretendonte se po e shërbente. Dhe kjo dije, kjo ndërgjegje e pashlyeshme, ishte ndoshta ndëshkimi më i rëndë që ai mund të merrte. Por ndërsa Zogu vuante në heshtje, kishte një njeri tjetër që nuk vuante as pak, një njeri që pas vdekjes së Gurakuqit, pas gjyqit Fars, pas pakteve të Tiranës, pas pushtimit italian, doli si fitues absolut i kësaj historie të errët. Emri i tij nuk shfaqet shpesh në librat e historisë, sepse ai ishte mjeshtër i artit të qenit i padukshëm. Por nëse ndiqni gjurmën e parave, nëse ndiqni gjurmën e pushtetit, nëse ndiqni gjurmën e atyre që përfituan më shumë nga tragjedia e Shqipërisë, do të arrini tek ai, Galeazzo Ciano, dhëndri i Benito Mussolinit, ministri i jashtëm i Italisë nga viti 1936 dhe njeriu që mori kontrollin mbi të gjitha koncesionet ekonomike që Italia fitoi në Shqipëri. Ciano nuk ishte pjesë e negociatave fillestare të vitit 1927, ai ishte shumë i ri në atë kohë. Por ai ishte një vëzhgues i mbret, dhe ai e pa se si Mussolini përdori çështjen Gurakuqi për të shantazhuar Zogun. Ai mësoi nga kjo. Dhe kur ai u bë ministër i jashtëm, ai e përsëriti të njëjtën strategji përsëri, gjej një dobësi te kundërshtari, shfrytëzoi atë dobësi për të marrë koncesione, dhe pastaj mbaje kundërshtarin të varur nga ti duke e kërcënuar se do ta zbulosh të vërtetën. Kjo ishte formula që e bëri Ciano një nga njerëzit më të pasur dhe më të fuqishëm në Itali. Pas pushtimit të Shqipërisë, Ciano mori personalisht kontrollin mbi minierat e kromit në Bulqiz, minierat më të pasura të Evropës në atë kohë. Ai mori koncesione për shfrytëzimin e naftës në Patos dhe Kuçov. Ai mori të drejta ekskluzive për ndërtimin e rrugëve dhe porteve. Dhe ai bëri gjithë këtë jo si shërbim për shtetin italian, por si biznes personal. Llogaritë e tij bankare në Zvicër u mbushën me miliona franga ari, para që vinin direkt nga burimet natyrore të Shqipërisë, nga puna e shqiptarëve që punonin në kushte skllavërie, nga një vend që ishte kthyer në koloni. Por Ciano nuk ishte i kënaqur vetëm me paratë. Ai donte edhe njohje. Ai donte që historia ta kujtonte si një diplomat të madh, si një njeri shteti, si një vizionar. Kështu që ai urdhëroi që të shkruheshin libra që e lavdëronin atë, që të bëheshin filma që e portretizonin si hero, që të ngriheshin monumente me emrin e tij. Dhe për një kohë, strategjia e tij funksionoi.
Por historia ka një mënyrë të çuditshme për të zbuluar të vërtetën, edhe kur ajo është varrosur thellë. Në vitin 1944, kur regjimi fashist i Mussolinit filloi të shkatërrohej, Ciano u arrestua nga vetë njerëzit që dikur e kishin adhuruar. Ai u akuzua për tradhti, jo për krimet që kishte kryer në Shqipëri, por për intriga të brendshme brenda partisë fashiste. Ai u gjykua në një proces fars, saktësisht si gjyqi që ai vetë kishte ndihmuar të orkestrohej për Baltion Stambollën. Dhe më datë 21 janar 1944, ai u ekzekutua me plumba në shpinë, saktësisht si Luigi Burakuçi kishte vdekur 20 vjet më parë. A ishte kjo drejtësi? A ishte kjo hakmarrje e historisë? Apo ishte thjesht një përsëritje e ciklit të dhunës që nuk pushon kurrë? Çfarëdo që të jetë, një gjë është e qartë, Galeazzo Ciano, njeriu që përfitoi më shumë nga vdekja e Burakuçit, përfundoi duke vdekur në të njëjtën mënyrë. Dhe kur trupi i tij u varros, askush nuk qau. Askush nuk vendosi lule. Askush nuk e kujtoi si hero. Sepse historia, në fund, nuk harron. Ajo mund të vonohet, mund të shtrembërohet, mund të fshihet për një kohë. Por në fund, e vërteta del dhe kur del, ata që menduan se mund ta kontrollonin përgjithmonë zbulojnë se kanë qenë vetëm aktor në një shfaqje që nuk e shkruan dot kurrë fundi. A mësoi bota diçka nga kjo histori? A ndryshoi diçka pas zbulimit se drejtësia mund të blihet, se gjykatat mund të korruptohen, se krimet mund të mbeten të pandëshkuara kur shërbejnë interesat e pushtetit? Përgjigjja është e dhimbshme, jo plotësisht. Sepse edhe sot, në shekullin e 21, ka vende ku drejtësia shitet, ku gjyqtarë marrin urdhra nga politikan, ku vrasës lirohen sepse kanë lidhje me pushtetin. Emrat ndryshojnë, vendet ndryshojnë, por skema mbetet e njëjtë. Dhe derisa njerëzit nuk ngrihen dhe thonë mjaft, kjo do të vazhdojë të përsëritet, përsëri e përsëri, në një cikël të pafund të padrejtësisë që nuk pushon kurrë. Në arkivin personal të familjes Burakuçi, të ruajtur sot në një shtëpi të vjetër në Shkodër, ekziston një kuti e vogël metalike që askush nuk e kishte hapur për 50 vjet. Brenda saj, mbështjell në një copë pëlure të verdhur nga koha, gjendet një letër e shkruar me dorën e Luigi Burakuçit vetëm 3 ditë para vrasjes së tij, një letër që ai nuk arriti ta dërgonte kurrë. Letra është drejtuar gruas së tij, Olgës, dhe fillon me fjalët: "Nëse po lexon këtë, do të thotë se ajo që kam frikësuar ka ndodhur." Pastaj vazhdon me një rrëfim të qetë, pothuajse profetik, ku Burakuçi përshkruan se si ai e ka kuptuar se Baltion Stambolla nuk ka ardhur në bari për ndihmë, por për diçka tjetër. Ai shkruan: "E pash në sytë e tij. Ai nuk më shikonte si kushëri. Ai më shikonte si dikush që po mat distancën për një goditje." Por më tronditse është paragrafi i fundit, ku Burakuçi shkruan: "Nëse më vrasin, mos kërko hakmarrje. Kërko të vërtetën. Sepse hakmarrja vret vetëm një njeri, por e vërteta mund të shpëtojë një kom." Kjo letër nuk u zbulua deri në vitin 1995, kur një nipëresh e Burakuçit, duke pastruar shtëpinë e gjyshes së saj që kishte vdekur, gjeti kutinë metalike të fshehur pas një paneli muri. Kur ajo e hapi dhe lexoi letrën, ajo filloi të qante, jo vetëm për gjyshin që nuk e kishte njohur kurrë, por për të gjithë ato dekada kur familja kishte kërkuar drejtësi dhe kishte marrë vetëm heshtje. Ajo e çoi letrën te historian, të cilët e verifikuan shkrimin dhe datën. Dhe për herë të parë, bota pa se Luigi Burakuçi e kishte ditur se vdekja po afrohej, por kishte zgjedhur të mos ikte, të mos fshihej, të mos kërkonte mbrojtje. Ai kishte zgjedhur të qëndronte, sepse ai besonte se e vërteta ishte më e fortë se plumba. Por a ishte ai i gabuar? A mund të kishte e vërteta të mbjetonte kur shtetet vendosin ta varrosin? Për 70 vjet pas vrasjes së tij, përgjigjja dukej se ishte jo. Emri i Burakuçit u fshi nga librat shkollor në Shqipëri. Vrasësi i tij u lirua dhe jetoi vite të tëra pa u ndëshkuar. Ata që urdhëruan krimin arritën në majat më të larta të pushtetit. Dhe drejtësia, ajo drejtësi që Burakuçi kishte besuar se do të triumfonte, u shit në një sallë gjyqi në Bari për çmimin e një pakti politik. Por pastaj, ngadalë, diçka filloi të ndryshonte. Jo sepse shtetet vendosën të thonin të vërtetën, por sepse njerëzit e thjesht, familjar, historian, gazetar, qytetar që nuk kishin asgjë për të fituar përveç ndërgjegjes së pastër, filluan të kërkojnë, të gërmonin, të refuzonin të harronin. Në vitin 2007, qeveria italiane, në impresionin e një grupi historianësh dhe aktivistësh të drejtave të njerëzit, hapi një komision hetimor për të rishqyrtuar rastet e gjyqeve të dyshimta politike të periudhës fashiste.
Gjyqi i Barit ishte në lisë. Komisioni punoi për 3 vjet duke shqyrtuar mijëra faqe dokumentesh, duke intervistuar pasardhës të atyre që ishin të përfshirë, duke krahasuar dëshmi. Dhe në vitin 2010, ata publikuan një raport që përmbante një fjali që ndryshoi gjithçka. Gjykata e Barit në rastin Stambolla veproi në presion politik të drejtpërdrejtë nga qeveria italiane, duke shkelur çdo parim të drejtësisë së pavarur. Vendimi i lirimit ishte një akt korrupsioni institucional. Kjo ishte hera e parë që një shtet evropian pranonte zyrtarisht se drejtësia e tij ishte shitur. Por pranimi erdhi shumë vonë. Të gjithë protagonistët ishin vdekur. Baltion Stambolla kishte vdekur në mjerim në vitet 40. Ahmet Zogu kishte vdekur në mërgim në vitin 1961, duke mos u kthyer kurrë në Shqipëri. Benito Mussolini kishte vdekur i varur kokposht në një shesh në Milano në vitin 1945. Galeazzo Ciano kishte vdekur i ekzekutuar nga vetë regjimi që ai kishte shërbyer. Dhe Luigi Gurakuqi, njeriu që kishte qenë në qendër të gjithë kësaj tragjedieje, kishte qenë i vdekur për 85 vjet, i varrosur në një varres të vogël në Bari, ku vetëm një grusht njerëzish vinin çdo vit për të vendosur lule. A ishte kjo drejtësi? A mund të quhet drejtësi kur vjen 85 vjet pas krimit? Kur të gjithë fajtorët kanë vdekur? Kur askush nuk mund të dënohet, askush nuk mund të burgoset, askush nuk mund të detyrohet të paguajë. Familja e Gurakuqit tha se po, jo sepse dënimi erdhi, por sepse e vërteta erdhi. Sepse për herë të parë një shtet pranoi se kishte gabuar, se kishte korruptuar drejtësinë, se kishte lejuar që një njeri i pafajshëm të vritej dhe vrasësi të lirohej për qëllime politike. Dhe ky pranim, edhe pse i vonuar, ishte një fitore, jo për Gurakuqin, që nuk mund ta dëgjonte më, por për të gjithë ata që ende besojnë se e vërteta ka rëndësi. Por historia nuk mbaroi me raportin e Komisionit Italian. Sepse ndërsa Italia po pranonte fajin e saj, Shqipëria ende heshte. Qeveria shqiptare nuk kishte hapur kurrë arkivat e regjimit të Zogut. Nuk kishte publikuar kurrë dokumentet që tregonin se kush kishte urdhëruar vrasjen, kush kishte paguar rishfetin, kush kishte negociuar me Mussolinin. Dhe kjo heshtje nuk ishte rastësi, ishte një zgjedhje e qëllimshme. Sepse të hapësh ato arkiva do të thoshte të zbulosh se sa thellë shkonte korrupsioni, se sa shumë njerëz ishin të përfshirë, se sa shumë familje të fuqishme sot në Shqipëri kanë pasardhës që ishin pjesë e asaj makine krimi. Në vitin 2015, një grup gazetarësh investigativ shqiptar kërkuan akses në arkivat shtetërore për të studiuar dosjet e regjimit të Zogut. Kërkesa u refuzua me arsyetimin se dokumentet janë ende të klasifikuara për arsye sigurie kombëtare. Por çfarë sigurie kombëtare kërcënohet nga dokumente të vjetra 90 vjet? Përgjigjja erdhi nga një ish zyrtar i arkivave, i cili foli në kushte anonimiteti. Problemi nuk është se çfarë tregojnë ato dokumente për të kaluarën. Problemi është se çfarë tregojnë ato për të tashmen. Shumë nga familjet që sot janë në pushtet kanë gjyshër dhe stërgjyshër që ishin pjesë e regjimit të Zogut. Nëse zbulojmë se ata ishin të përfshirë në vrasje politike, në korrupsion, në tradhti, atëherë legitimiteti i pasardhësve të tyre bie. Kjo është arsyeja pse historia e Luigi Gurakuqit ende nuk është treguar plotësisht në Shqipëri. Jo sepse nuk ka prova, ka mijëra faqe dokumente, ka dëshmi, ka letra, ka raporte. Por sepse ato prova janë të rrezikshme për ata që janë në pushtet sot. Dhe kështu, historia vazhdon të fshihet, të shtrembërohet, të minimizohet. Në librat shkollor shqiptar, Gurakuqi përmendet si një figurë e rëndësishme e pavarësisë, por vrasja e tij trajtohet si një incident i panë, një aksident, një tragjedi personale, jo një krim shtetëror i planifikuar dhe i mbrojtur nga 2 diktatorë. Por ka shenja se kjo po ndryshon. Brezi i ri i shqiptarëve, ata që nuk kanë lidhje me regjimin e Zogut, që nuk kanë asgjë për të mbrojtur nga e kaluara, po fillojnë të bëjnë pyetje. Ata po kërkojnë në arkiva private, po intervistojnë të moshuar që mbajnë kujtesa, po gjejnë letra dhe ditar që familjet kanë ruajtur për dekada. Dhe ngadalë, copa për copa, historia e plot po del në dritë. Jo nga shteti, por pavarësisht shtetit. Jo nga qeveria, por pavarësisht qeverisë. Sepse e vërteta ka një fuqi të çuditshme, ajo nuk mund të vritet, nuk mund të varroset, nuk mund të fshihet përgjithmonë. Ajo mund të vonohet, por në fund, ajo del. Në vitin 2021, një grup studentësh të Universitetit të Tiranës filluan një projekt kërkimor për të dokumentuar të gjitha vrasjet politike të periudhës së Zogut.
Ata krijuan një bazë të dhënash online ku çdo kush mund të kontribuonte me informacion, fotografi, letra, dëshmi. Brenda një viti, baza kishte mbledhur informacion për 137 raste vrasje politike, shumë prej të cilave nuk ishin dokumentuar kurrë zyrtarisht. Rasti i Gurakuqit ishte në krye të listës, me më shumë se 200 dokumente të ngarkuara nga kontribues të ndryshëm. Projekti u sulmua nga media proqeveritare si një përpjekje për të shpifur historinë. Por studentët nuk u ndalën. Ata vazhduan të punojnë, sepse ata besonin se e vërteta është më e rëndësishme se reputacioni i të vdekurve. A do të sjellë kjo drejtësi për Gurakuqin? Jo në kuptimin tradicional, askush nuk mund të dënohet, askush nuk mund të burgoset. Por në një kuptim më të thellë, po. Sepse çdo herë që një njeri i ri mëson për historinë e Gurakuqit, çdo herë që dikush lexon letrën e tij të fundit, çdo herë që dikush vendos lule në varrin e tij në Bari, e vërteta fiton një betejë të vogël kundër harresës. Dhe në fund, kjo është lufta e vetme që vlen të luftohet, jo lufta për të ndëshkuar të vdekurit, por lufta për të mbrojtur kujtesën e të pafajshmëve. Në një mbrëmje vjeshte të vitit 2023, në sallën e madhe të Universitetit të Barit, u mbajt një konferencë ndërkombëtare me titull Drejtësia e vonuar, rastet e gjyqeve politike në Evropën e shekullit të 20. Një nga folësit kryesor ishte një historiane italiane që kishte kaluar 10 vjet duke studiuar gjyqin e Barit. Ajo prezantoi dokumente që nuk ishin parë kurrë më parë, letra mes Mussolinit dhe Zogut, raporte të shërbimit sekret italian, dëshmi të reja nga arkiva që sapo ishin deklasifikuar. Dhe në fund të prezantimit të saj, ajo tha diçka që e bëri sallën të heshte: ne nuk mund ta kthejmë kohën. Nuk mund t'ia kthejmë jetën Luigi Gurakuqit. Por mund të bëjmë diçka që është po aq e rëndësishme, mund të sigurohemi që historia e tij nuk harrohet, që emri i tij nuk fshihet, që vdekja e tij nuk ishte e kollë. Në sallë ishin të pranishëm pasardhës të familjes Gurakuqi, nipër dhe mbesa që kishin udhëtuar nga Shqipëria për të qenë atje. Kur historianeja mbaroi, ata u ngritën dhe duartrokitën. Dhe për herë të parë në 98 vjet, në të njëjtën qytet ku Gurakuqi kishte vdekur, emri i tij u tha me respekt, historia e tij u tregua me të vërtetën, dhe kujtesa e tij u nderua jo si një viktimë e harresës, por si një simbol i rezistencës kundër padrejtësisë. Por edhe në atë moment triumfi, kishte një hijerim. Sepse ndërsa në Bari po nderohet kujtesa e Gurakuqit, në Tiranë ende nuk ka asnjë monument për të. Ende nuk ka asnjë rrugë me emrin e tij në kryeqytet. Ende nuk ka asnjë ceremoni zyrtare ku qeveria shqiptare kërkon falje për atë që ndodhi. Dhe kjo heshtje zyrtare është një kujtesë e dhimbshme se historia nuk shkruhet vetëm nga ata që kërkojnë të vërtetën, por edhe nga ata që kanë pushtetin për ta fshehur atë. Një nga pasardhësit e Gurakuqit, një grua e moshuar që kishte qenë fëmijë kur gjyshi i saj ishte vrarë, u pyet nga një gazetar pas konferencës: çfarë do të dëshironit më shumë, që vrasësi të ishte dënuar, apo që e vërteta të ishte zbuluar? Ajo mendoi për një moment, pastaj tha: vrasësi ka vdekur prej kohësh. Dënimi i tij nuk do të kthente gjyshin tim. Por e vërteta është gjallë. Dhe çdo herë që dikush e mëson atë, gjyshi im jeton përsëri. Jo si një viktim, por si një njeri që besoi se drejtësia ishte më e fortë se plumbat. Dhe edhe pse ai gaboi, sepse plumbat e vranë, besimi i tij nuk vdiq. Ai jeton në ne, në të gjithë ata që refuzojnë të harrojnë. Kjo është trashëgimia e Luigi Gurakuqit, jo një monument mermeri, jo një rrugë me emrin e tij, por një ide që nuk mund të vritet, se e vërteta ka rëndësi, se drejtësia nuk mund të blihet përgjithmonë. Se edhe kur shtetet bashkëpunojnë për të fshehur krimet e tyre, ka njerëz që do të vazhdojnë të kërkojnë, të gërmojnë, të refuzojnë të heshtën. Dhe në fund janë këta njerëz, jo politikanët, jo gjyqtarët, jo qeveritë, që e mbajnë gjallë shpresën se një ditë drejtësia do të triumfojë. Sot, në vitin 2025, një shekull pas vrasjes së Luigi Gurakuqit, varri i tij në Bari ende vizitohet nga njerëz që nuk e kanë njohur kurrë. Ata vinë nga Shqipëria, nga Italia, nga vendet të tjera të botës, jo sepse janë të afërm, por sepse kanë dëgjuar historinë e tij dhe kanë vendosur se ajo nuk duhet të harrohet. Çdo vit, më datë 2 mars, një ceremoni e vogël mbahet atje, jo e organizuar nga qeveri, por nga qytetarë të thjeshtë që besojnë se kujtesa është një formë rezistence. Familja e Gurakuqit ende jeton me dhimbjen e një humbje që nuk shërohet kurrë. Por ata kanë gjetur paqe në diçka tjetër, në faktin se emri i gjyshit të tyre nuk u fshi, se historia e tij nuk u varros, se e vërteta, edhe pse e vonuar, në fund doli në dritë.
Ata nuk kërkojnë më hakmarrje. Ata kërkojnë vetëm që bota të mbajë mend se çfarë ndodh kur drejtësia shitet, kur gjykatat korruptohen, kur shtetet vendosin se jeta e një njeriu vlen më pak se një pakt politik. Baltion Stambolla, vrasësi që u lirua, vdiq i harruar dhe i përbuzur. Ahmet Zogu, diktatori që urdhëroi krimin, vdiq në mërgim pa u kthyer kurrë në atë. Benito Mussolini, diktatori që e bëri të mundur lirimin, vdiq i varur kokposhtë në një shesh publik. Galeazzo Zociano, njeriu që përfitoi më shumë, vdiq i ekzekutuar nga vetë regjimi që kishte shërbyer. Të gjithë ata që menduan se mund ta kontrollonin historinë, se mund ta fshinin të vërtetën, se mund ta blenin drejtësinë përgjithmonë, të gjithë përfunduan si hije të harruara, emra që përmenden vetëm kur flitet për krimet që kryen. Por Luigi Gurakuchi, njeriu që u vra sepse besoi se e vërteta ishte më e fortë se pushteti, jeton ende. Jo në trup, por në kujtesë. Jo në monumente zyrtare, por në zemrat e atyre që refuzojnë të harrojnë. Dhe kjo është drejtësia e vërtetë, jo dënimi i të vdekurve, por kujtimi i të pafajshmëve. Por pyetja që mbetet është kjo: a mësoi bota nga kjo histori? A ndryshoi diçka? Apo sot, një shekull më vonë, ende ka gjykata që blihen, ende ka drejtësi që shitet, ende ka vrasës që lirohen sepse krimi i tyre shërben interesa më të mëdha? Dhe nëse po, atëherë çfarë kuptimi ka të mbash mend të kaluarën, nëse e tashmja përsëri të njëjtat gabime? Përgjigjja nuk gjendet në librat e historisë. Ajo gjendet në zgjedhjet që bëjmë çdo ditë, në atë që vendosim të besojmë, në atë që vendosim të mbrojmë, në atë që vendosim të mos harrojmë. Sepse historia nuk është thjesht një rrëfim për të kaluarën. Ajo është një paralajmërim për të ardhmen. Dhe nëse ne nuk e dëgjojmë atë paralajmërim, nëse ne lejojmë që e njëjta padrejtësi të përsëritet përsëri e përsëri, atëherë vdekja e Luigi Gurakuchit dhe e të gjithë atyre si ai do të ketë qenë e kollë. Por nëse ne zgjedhim të mbajmë mend, nëse ne zgjedhim të kërkojmë të vërtetën edhe kur ajo është e vështirë, nëse ne zgjedhim të mos heshtim kur drejtësia shitet, atëherë ndoshta, vetëm ndoshta, një ditë do të jetojmë në një botë ku asnjë Gurakuchi tjetër nuk do të duhet të vdesë sepse besoi se e vërteta ka rëndësi. Deri atëherë, historia vazhdon. Dhe pyetja mbetet e hapur: kush do të jetë i radhës që do të paguajë çmimin e heshtjes son?